Flota detare e Republikës së Shqipërisë, siç thash, do të ketë një superanije së shpejti dhe do të bëhet me 3 anije luftarake të reja. Kështu zbuloi dështonën kryeministri shqiptar Edi Rama, teksa rendiste arritjet në sektorin e mbrojtjes. Anija e re e cila premtoi Rama do të jetë e tipit korvet në klasi Cassiopeia i marinës ushtarake italiane, ndërsa dorëzimi i saj do të bëhet në ditët në vijim. Këto lloj anijesh janë më të vogla se anijet luftarake destroyers ose fregatat, por janë të pajisura për detyra të ndryshme detare, të tilla si mbrojtja ose mbikëqyrja bregdetare. Klasi Cassiopeia është një seri prej 4 anijesh patrullimi të marinës ushtarake italiane. Ato ndërtuan në fund të viteve 1980 sipas standardeve civile dhe janë të dizajnuara për patrullim në zona të sigurta. Në fillim të viteve 1980 marina italiane e zhvilloi 2 klase korvetash për të zvendësuar anijet e saj të vjetra. Klasi Minerva ishin anije plotësisht luftarake për të shërbyer si shoqërues bregdetar dhe të pajisura me sensor dhe armatime moderne. Nga ana tjetër, klasi Cassiopeia ishin anije patrullimi më të thjeshta në det të hapur, të destinuara për të zvendësuar korvetat e vjetra të klasit Albatros. Për shkak të procedurave të mirëmbajtjes të kryera së fundi nga autoritetet italiane, anija do të mund të jetë erësisht e përdorshme edhe për 10-15 vitet e ardhshme, zbulon një zyrtar i lartë i mbrojtjes. Armatimi kryesor i anijeve të këtij klasi është një armë vetme, Otto Melara 7662 Allargato, me sisteme të kontrollit të armëve dhe zjarrit që përdoren nga fregatat e çmontuara të klasit Rizo Bergamini. Anijet janë të pajisura gjithashtu me një kuvert fluturimi dhe angar të palosshëm për të akomoduar një helikopter. Siç mësohet, dorëzimi i kësaj anije do të bëhet me një ceremoni ku pritet të marrë pjesë edhe ministri italian i mbrojtjes, Guido Crosetto. Korveta italiane pritet të dorëzohet autoriteteve shqiptare në shoqërinë e krenarisë së marinës italiane, Amerigo Vespucci, e cila është një ndër anijet më të bukura që lëndron anë mban botës. Sa i takon fushës së mbrojtjes, kryeministri Rama tha se ka dhjetëfishuar investimet për këtë dikaster, nga 28 milion euro në 280 milion euro. Ai tha se ushtria shqiptare është ushtria më e paguar në rajon dhe theksoi se deri në 2030 pagat e ushtarakëve do të jenë sa mesatarja e ushtrive të NATO-s. Kreu i qeverisë po ashtu tha se së dhjetë flota detare do të pajiset me anije luftarake të madhe dhe 3 anije të tjera luftarake. Mbrojtja. E kemi 10 fishuar, 10 fish investimi në fushën e mbrojtjes. E di sa kishte mbrojtja në 2013. Është e pabesueshme, 28 milion euro. 28 milion euro. Ushtrinë më të keq paguar në Europë. Përveç se një ushtri e kapur keq edhe nga korrupsioni, nga shqitja e vendeve për të ikur deri edhe në Afganistan. Sot është 280 milion euro. 5 fish rekrutime në forcat armatosura. Sot është ushtria më e mirë paguar e rajonit. Me i pagë mesatare, jam shumë krenar për këtë, më të lartë se gjithë vendet e tjera Ballkanin Perëndimor. Edhe Serbinë e kemi sapo kaluar me pagat në ushtri. Dhe synojmë që brenda mandatit 4 në Shqipërinë 2030 paga mesatare e ushtrisë shqiptare e forcave tona të armatosura të jetë në mesataren e ushtrive të NATO-s. Pa folur pastaj që kemi bërë në gjitha do ferra, e në gjitha do rënoja, e në gjitha do maskarada që gjetëm në ta shtoquajturin territor të planit përhapjes. Një fernaj që sot është bazë ajrore, taktike e NATO-s. Një forcë luftimi e lënë rrugëve, sot me fuqi zjarri, me flotë helikopterësh, së shpejti edhe me një anije luftarake të madhe përveç anijeve luftarake më të vogla që kemi, me dron luftarak. Të gjitha këto janë vetëm baza, janë vetëm fillimi. Janë vetëm fillimi një transformimi që ka ardhur edhe si shtysë e kohës jetojmë. Industria ushtarake ka filluar të hedhë themelet për të prodhuar këtu municione, armatime,
dron luftarak, mjetet e blinduara, Made in Albania, së shpejti, të gjitha këto do të mund t'u tregohen qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Shkollën e aviacionit do ta rilindin. Kemi bërë një marrëveshje mirëkuptimi me një partner shumë fuqishëm ndërkombëtar dhe brenda vitit 2028 do të kemi edhe kampusin modern të Akademisë Forcat Armatosura në Tiranë, ku ka filluar ndërtimi, një pjesë edhe kemi treguar për publikun. Flota vetare e Republikës Shqipërisë, siç thash, do të ketë një super anije së shpejti dhe do të bëhet me 3 anije luftarake të reja. Flota jone ajrore do të ketë në dispozicion këtë verë, duke filluar nga kjo verë, janë bërë marrëveshjet 2 avion zjarfikës në dispozicion, në gatishmëri për ne papritur që të vijë nga një vend apo nga një vend tjetër. Porti i ri, gara ndërkombëtare është hapur, së shpejti do të fillojë nga puna, financimi është i qeverisë shqiptare, do të trefishojë kapacitetet ekzistuese, potencialin e portit të vjetër, por mbi të gjitha do të jetë zemra e një sistemi të ri tregtie, duke krijuar mundësinë e hapjes së 2 porteve të thata në Prishtinë dhe në Shkup. Dhe duke e bërë Shqipërinë një pikë referimi në mesdhe. Nga ana tjetër, porti i ri nuk do të jetë vetëm port tregtar, por do të ketë dhe krahun e vet ushtarak, porti i NATO-s. Jemi shumë afër finalizimit të mbështetjes financiare nga NATO. Pra, me portin ushtarak, Shqipëria rrit në mënyrë eksponenciale sigurinë e vet, duke pasur NATO-n këtu.